Në shkollën fillore dhe të mesme të Oltës Zekria Rexha në Gjakov, sot janë nderuar dy mësimdhënës të dalluar, profesori Kasim Syla dhe profesori Shefqat Maloku, mësimdhënës të edukatës fizike, të cilët pas dekadash përvojë dolën në penzion, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në arsim. Drejtori i shkollës Pleurat Rudi tha se puna dhe përkushtimi i tyre kanë qenë shembull i frymëzimi për gjenerata të tëra nxënësish. Sot kemi nderin dhe kënaqësinë edhe privilegj të veçantë që të nderojmë dy mësimdhënës të shkollës tonë, mësimdhënës e edukatës fizike, zoti Kasim Syla dhe zoti Shefqat Maloku. Arsimtori Kasim, përndryshe Boca Kasim tash tutje, me plot 32 vite përvojë në arsim dhe gjithashtu arsimtori Shefqat me një karrierë 43 vjeçare për shkollën tonë, kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e gjeneratave të tëra. Përmes përkushtimit të tyre, ata nguliten tek nxënësit dashuri për sportin, disiplinën, punën ekipore dhe shëndetin. Gjatë gjithë këtyre viteve, ata nuk kanë qenë vetëm mësimdhënës, por edhe udhëheqës, frymëzues, mentor të përkushtuar dhe shembull të gjallë të vlerave të ndershmërisë dhe profesionalizmit. Shumë nga nxënësit e tyre, falë ndikimit të tyre pozitiv, kanë ecur në rrugën e sportit në komunën e Gjakovës, por edhe asaj me arritje personale. Kolegu i tyre, Mark Lasku, tashmë në penzion mes emocioneve dhe kujtimeve, theksoi se përkundër sfidave, vitet e kaluara bashkë kanë qenë një përvojë e çmuar. Ne kemi kaluar një kohë të gjatë, kemi pas vështirësina si në ato profesionale dhe kështu disa gjëra, kështu që jemi kënaqur se kemi mërrit deri këtu. Të në trive që dëshiroj sukses, shëqër Zotit ju kanë ardhur dhe kushte pak më të mira, kështu që suksese trivet, Kasim ty të punosh leta. Edhe Të pranishëm në këngjarje ishin edhe shumë trajner të klubeve të ndryshme të qytetit të Gjakovës, të cilët e vlerësuan shumë punën e këtyre mësimdhënës dhe ndër vite, duke i nderuar ata me dhurata dhe mirënjohje.